Shkruan Frokçupi. Vija që ndau krimin e gjallë nga krimi i padukshëm u vizatua aty nga pasditja e datës 21 janar 2011. Më e holla ishte vija në çastin kur foli ambasadori Arvizu, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai deklaroi se Sali Berisha u soll si burr shteti, sepse deri në ato moment shtetit amerikan dhe përfaqësuesit Arvizu po u dilte zemra nga gjoksi në anktin se mos vallë Berisha do të zhduk krimin. Krimin do ta zhdukte duke zhdukur trupat pa jetë të 4 protestuesve që vrau qeveria në oporrin e saj. Në momentin kur 3 kufomat dhe njëri i plagosur rënd, Alex Nika, u morën nga familjet e tyre, atëherë kryeministrin e lavdëroi ambasadori amerikan. Domethënë shpëtoi e drejta, shpëtoi prova e vrasjes, shpëtoi vetë qytetërimi perëndimor që nuk lejon që qeveria të vras njerëz të parmatosur aq më tepër njerëz të lirë protestues. Aty u ndan dita me natën e krimit më të rënd të botës në këtë shekull. Berisha e kishte provuar që i ka fshehur kufomat. Njerëzit nuk bëjnë pyetje pse nuk hapet çështja gjyqësore për Remzi Hoxhën, i vrarë dhe i zhdukur nga qeveria e Berishës. Po ta bënte këtë edhe me 4 të vrarët në dyert e qeverisë, atëherë vepra kriminale do të kishte hyrë në natë dhe nuk do të zbulojë kurrë. Vetëm kështu mund të shpëtonte Berisha dhe të tij nga një gjykim dhe dënim aq dinjitoz sa e meriton krimi më i madh i kontinentit në këtë shek. Ndryshe nuk ka asnjë gjas që Berisha dhe të tij të dënohen rënd sa e rënd është vepra. Për 14 vjet radhazi krimin e hodhën në ujë, e zbutën, e deformuan, e bën pis, por ja ku është. Krimi ka dëshmi në varre ku familjarët e të 4-ve kujdesen edhe që dikush të mos u avjedh natën. Tani edhe sikur njerëzit e Saliut të shkojnë në varre e të marrin eshtra të shumë vonë dhe pa vlerë, përderisa nuk i shtukën trupat që atë paradite 21 janar. Përpjekjet e juristëve të vegjël dhe apologjetëve më të vegjël se të shikojmë a ka prova ku janë provat nga erdhi plumbi, këto të gjitha janë zero. Po gëlsira do të pinin ujë nëse nuk do të kishte kufoma. Berisha dhe të tij janë gati të mohojnë vetë ekzistencën ku jetojnë të gjithë, por në këtë rast nuk mundi të mohoj krimin e tij. Pas kësaj ai nisi të pranojë se ka kryer krim shtetëror, se ka pasur armë në dorë, se të 4 janë vrarë me armët e shtetit. Vrasja ka ligësitë e veta të drejtësisë hyjnore që e çojnë autorin në vendin e krimit dhe deri te varri. Po të mos kishte trupa viktimash, atëherë këta mund të shërbenin krimin. Tani më është e pamundur. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit në Strasburg ka vendosur ta quajë vrasjen e të 4-ve një krim shtetëror dhe ka urdhëruar gjykatat e Shqipërisë që ta gjykojnë si të tillë. Nuk ka më nevojë për prova. Qeveria ka vrarë njerëz të paarmatosur, njerëz të lirë dhe protestues që janë vetë domosdoshmëria e sistemit të përbashkët të demokracisë. Hera e fundit që një qeveri ka kryer të tillë krimi është hera e Kinës së Mao Zedonit dhe merret e kuq në Kambodgja. Më e fundit fare ndodhi në Bangladesh para disa muajsh dhe për këtë kryeministra Sheikh Hasina këtë javë u dënua me vdekje, ndërsa në kontinentin evropian nuk ka ndodhur që nga holokausti hitlerian. Studiues të krimit dhe të historisë, krimin e vrasjes nga qeveria e kanë konsideruar gjenocid, democide, vrasje politike dhe vrasje masive. Të gjitha kualifikohen në vrasjen e 21 janarit në Tiranë. Po ta lejonte krimin e Berishës të pandërshkuar, atëherë vetë qytetërimi perëndimor evropian do të zihej në kurth.